Panairi Do Great Things është zhvilluar për të 6-ën vit radhazi nga Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Shkodrës në kuadër të lëndës marketing, duke kthyer tashmë në një traditë të rëndësishme akademike dhe praktike për studentët. Ky aktivitet ka për qëllim kryesor afrimin e studentëve me bizneset vendase, si dhe krijimin e përvojave konkrete në hartimin dhe zbatimin e projekteve reale. Ky është një aktivitet që realizohet vitin e 6 të tij, i cili quhet Do Great Things. Kjo është një iniciativë e Fakultetit Ekonomik. Është në lëndën e bazave të marketingut, ku janë të përfshirë 3 degët: dega financë, kontabilitet, turizëm dhe administrim biznes. Studentat kanë sjellë produktet e tyre, por gjithashtu kanë sjellë edhe plan idesh, të cilët mendojnë që ti implementojnë në të ardhmen. Kemi gjithashtu edhe biznese aktuale, të cilët i kemi mbështetur me strategjinë promocionale ose me shpërndarje. Gjatë panairit, studentët prezantuan produktet e tyre, ndërsa ndanë edhe ide inovative që synojnë të implementojnë në të ardhmen. Ne të prezantu disa lule me fjongo, që i bëjmë vetë në shtëpi, janë të punuar me dorë, edhe unë them, domethënë janë ma do me thonë se vazhdojnë me kohën edhe i kesi kujtim edhe nuk vyshken edhe mendoj se është një investim i mirë. Ne të prezantu një biznes, është një shoqës tonë më të mirë. Lulet punon gjitha në shtëpi. Ajo është një nxënës e Universitetit Luigi Gurakuqi. Unë mendoj që duhet me animu shumë, domethënë, nga që këta janë shumë domethënëse, sepse për shembull një lule tillë ti mundesh me marrë gjithkund me veten edhe mund ta kesh gjithmonë. Kurse një lule natyrale thahet. Ky është biznesi jonë, ky quhet Study Mark, edhe me këtë biznes na kena dashur që me ndihmu studentët në periudha provimesh, që na me ditë se ku mu fokusu. Do thonë se kur vjen periudha provimeve, na nuk dim ku është e thelbi ku na me mësu. Edhe na me këtë kena aplikacione, metoda se si me mësu ma sistematikisht. Panairi Do Great Things dëshmon rëndësinë e bashkëpunimit mes universitetit dhe biznesit, duke nxitur zhvillimin e aftësive praktike të studentëve dhe duke forcuar lidhjet e tyre me tregun e punës.